Në 5 muaj, Inspektorati Shtetëror I Punës ka kryer gjithsej 3764 inspektime në subjekte të ndryshme, ndërkohë sipas shifrave zyrtare, gjatë këtyre kontrolleve vetëm në muajin maj janë inspektuar 14126 vende pune, duke vënë në qendër të vëmendjes sigurinë dhe të drejtat e punonjësve. Si rezultat e shkeljeve të konstatuara, janë vendosur 422 masa administrative, një tregues I qartë I nevojës për forcimin e zbatimit të legjislacionit të punës, por në harkun kohor të 5 muajve janë vendosur 1596 masa administrative gjithsej. Sipas rezultateve inspektuese, janë trajtuar 70 ankesa të ardhura nga punonjës apo qytetarë të ndryshëm, çka tregon edhe një ndërgjegjësim në rritje për raportimin e shkeljeve në vendin e punës. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka dalë në një njoftim zyrtar ku informon që të gjithë tatimpaguajësit e sektorit të turizmit në kuadër të zbatimit të planit sektoral të turizmit dhe rritjes së pagave për sigurimet shoqërore në funksion të rritjes së pensioneve, administrata tatimore do të analizojë pagat e punonjësve të deklaruar në listë pagesa. Në listën e publikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, jepen pagat indikative për profesione si kamarier, menaxher, roje, pastrues, kuzhinier, punëtor e të tjerë, ku paga më e ulët është 55.000 lek për rojen e parkimit dhe varion deri në 70.000 lek, apo 80.000 lek për kamarierët, 60.000 lek për punëtorët apo sanitarët dhe 90.000 lek ose 110.000 lek për menaxherët, ndërkohë 140.000 lek për kuzhinierët dhe kryekuzhinierët e të tjerë.